serena dopo una tempesta per l'aria fresca solo a restaria che bella cosa una giornata e sole. Tenori legjendar Gaço Çaku ka festuar 80 vjetorin e lindjes, me smishe e kolegësh, në një atmosferë elegante muzike e urimesh. Panteoni i muzikës shqiptare festoi ditën e lindjes. Gaço Çaku lindi në Korçë më 1985 dhe në moshën 13 vjeçare së bashku me të ëmën u shpëngul për në Kuçov. Ishte pikërisht shtëpia e kulturës e kësaj qyteze, ku Gaçoja zhvilloi prirjet e të kënduarit, falëzërit të tij që shuhej për ëmbëlsinë dhe bukurinë e tingullit. Në moshën 17 vjeçare e nisi të studioj për kanto në Liceun Artistik të Tiranës. Midis viteve 1957 dhe 1961, ai studioi në Konservatorin Çajkovski të Moskës. Pas kthimit në Shqipëri më 1961, ai u emërua tenor i përhershëm i Teatrit të Operës dhe Baletit të Tiranës. Mes këngëtarëve lirik shqiptar, shuhet krejt i përvetshëm emri i Gaço Çakos. Zëri i tij është kthyer në objekt kënaqësie, kudo që ai dëgjohet e shfaqet. Ndër operat e huaja ku Gaçoja kryesisht luajti rolet e para, përfshihen Traviata, Rigoletto, Aleko, La Bohème, Peshkatarët e Perlave, Kavaleria Rustikana, Madame Butterfly dhe Berberi i Seviljes, ndërsa në operat shqiptare përfshihen Mrika e Prengjakovës, Lulja e kujtimit e Kristokonës, Pranvera e Tishdais, Heroina e Vanjonovës, Skënderbeu i Prengjakovës, Omisari Nikola Zoraqit, Zgjimi i Tonin Arabit dhe shumë operat e tjera. Tenori Gaço Çaku rreshtohet në emrat e mëdhenj të muzikës shqiptare, si Ramiz Kovaçi, Mentor Xhemali, duke u shuar si një nga yjet e skenës operistike shqiptare dhe europiane. Në nder të punës së tij artistike, Teatri i Operës dhe Baletit përgatiti një koncert spektakël me disa nga pjesët muzikore të luajtura nga ai, por të interpretuara nga solistët e Teatrit të Operës, kori dhe orkestra simfonike. Po ta marrësh ta mamash këtu, ata më kthejnë atë që unë i kam dhënë. I kam dhënë dashurinë, këngën, muzikën, edhe populli më ka ndërtërkitur. Si ka qenë
këto 80 vjet rrugtim në krah të muzikës për ju? Po, muzika ka qenë për mua ushqimi i shpirtit tim, dashuria për të kënduar, për të kënaqur njerëzit, për të treguar se çfarë populli jemi ne, një popull i mrekullueshëm që do muzikën, do artin, do të bukurën, dhe unë jam i lumtur që këtë kam transmetuar spektatorit, dashurinë që kanë ata për muzikën dhe unë që kam për spektatorin që më ka ndërhytur vazhdimisht. Kam vetëm dëshirat, kam vetëm kënaqësinë që kam qenë në skenë vazhdimisht, që edhe sot e kësaj dite dhe në këtë moment, me shokët e mikët e mi kënduam bashkërisht, unë duke rënë pianos, dhe jam me vërtet një ditë të lumtur dhe kështu qofsha deri në Faleminderit edhe ne u urojmë me gjithë zemër këtë. Dhe shpresoj që mbrëmja e sotme të jetë gala edhe 100 vite të lumtura dhe gjithmonë pranë muzikës. Faleminderit. Më jep një të puthë. Zurat e vjetorin tha mos ma përmend, kështu që normalisht kur babai thotë mos e përmend atëherë unë do t'i uroj diçka tjetër, do t'i uroj që ai të jetojë sa të dojë dhe të jetë i lumtur deri në ditën e fundit të jetës së tij të jetë i lumtur. Kështu që kjo ishte urimi. Mendoj që ky është urimi më i mirë që mund t'i jap, sepse kisha edhe një çik të censuruar urimin nga i vet sot. Dhe është normale, sepse 80 vjet gjithmonë çdo njeri nuk do të jetë 80 vjet, edhe pse ai është shumë mirë, sot sapo tash biles është u ngjit në skenë, edhe po bëjmë këtu, jemi duke përfunduar provën e koncertit që do të jetë sot në darkë. Çfarë do performoni ju? Keni një pjesë bashkë? Do përpiqem, më thënë drejtën, do improvizojmë diçka, nëse vini re mbrapa është një piano atje, do të improvizojmë diçka me babain dhe me Kastriot Tushën. Ka ndonjë simbolik? Po simbolika më tepër është në shenjë respekti dhe në shenjë kujtimi, më tepër është për të fiksuar një imazh në një datë kaq në jubile, e cila pastaj hyn në histori, se më thënë është pjesë e arkivës. Më tepër ky është mesazhi. Zotin Gasho si këngëtar sigurisht e njohim, po si baba si është? Mendoj se pak në vite para, duke na folur ose duke kujtuar nostalgji disa nga kujtimet që keni me Gashon si baba. Po më kam kujtime pafund, po ndoshta do të isha i ftuar një ditë tek ju për të folur për kujtimet e babain tim. Po duhet të them këtë gjë që kujtimet më të rëndësishme që kam janë se si ai ka insistuar që unë të bësha një artist. Dhe kjo është, si më thënë, ajo që unë do desha ta falenderoja. Ky është kujtimi më i bukur, sepse dashuri çdo prind jep për fëmin, po unë pata atë, si më thënë, pata atë kujdesin prindëror që unë, vëmendjen prindërore që unë përveç dashurisë të bëj edhe diçka, do të isha edhe diçka më shumë në jetë si më thënë, të realizoja vetveten nëpërmjet që keni ndjekur. Pikërisht kjo jam duke thënë pikërisht një gjëra që s'është vetëm insistimi i tij, po është dhe shembulli që ai më ka dhënë se si mund të arrish në jetë, dhe të gjitha këto së bashku dhe një baba i mrekullueshëm do të thoja, dhe të gjitha këto së bashku më ka dhënë forcë që edhe unë ta thoja fjalën time në muzikën shqiptare.
Ramona, çfarë përfaqëson Gaço Çako për teatrin e operës dhe baletit, për le të themi kulturën lirike? Mendoj që është një nga ato diamantët të cilët kanë qenë të pakët në ato vite kur Gaço ishte i ri dhe këndonte në teatrin e operës dhe baletit, dhe mendoj që janë të pazëvendësueshëm në këtë teatr. Mendoj në tërësi ato vite kanë qenë të pazëvendësueshme. Ka pasur këngëtar të mëdhenj si Gaço Çako, Ramis Kovaçi që ka qenë një bariton shumë i njohur, dhe soprano e këngëtar të tjerë të cilët fatkeqësisht koha kalon, ata nuk janë më dhe nuk i kthehen më këtij teatri. Unë mendoj që është një organizim shumë i bukur i teatrit të operës dhe baletit. Mendoj që janë prekur dhe janë zgjedhur disa pjesë të cilat kanë qenë nga veprat më të rëndësishme që në vite Gaço Çako i ka kënduar, qoftë Traviata, qoftë Carmen, qoftë nuk e di Trovatora, apo disa nga këto vepra të cilat kanë qenë shumë të dashura, mendoj për Gaço Çakon. Po ju çfarë do performoni? Unë kam një lidhje shumë të veçantë me Gaço Çakon, me familjen e Gaço Çakos. Për arsye sepse unë rrjedh po nga një familje artistësh, që është familja e Ramis Kovaçit. Dhe di që ata të dy kanë qenë, përveç se kanë kënduar në këtë skenë, kur Gaço bënte Alfredon, gjyshim ka qenë gjithmonë Germon. Kur bëj opera Rigoletto, gjyshi ishte Rigoletto dhe Gaço ishte Ajduka, tenori. Dhe kemi një lidhje shumë të ngushtë familjare. Sa shpeshherë kur takohemi me Gaçon, ai përdor një shprehje dhe më thot tatko. Sepse gjyshja ime është bullgare, domethënë gjyshja gruaja e Ramis Kovaçit është bullgare dhe tatko do të thot baba në bullgarisht. Dhe unë mendova ta përshëndes me një arje nga Giannis Kiki, arja e laureatës që titullohet O mio babino caro. Si të them o baba i shtrenjtë, me që ai mua kur më shikonte më thoshte gjithmonë tatko. Që ishte baba. Po artistë të tjerë, të cilët e njohim, cilët do jenë që do performojnë sonte? Ka shumë artista, një nga ato është Ylber Gjini, më pas është Mariana Leka, Eva Golemi, ka shumë këngëtarë të cilët e kanë njohur atë. Më pas është edhe ky brez i ri, që quhemi ne Armando Lika, Dorina Selimi, që janë pak më brez më i ri, që ndoshta nuk e njohin. Mund ta kenë parë në skenë, por jo nuk e njohin aq shumë sa mund ta njohin Ylberi, Mariana. Do jetë një koncert vërtet shumë i bukur. Do ketë surpriza, më kanë thënë që do ketë surpriza shumë të bukura. Është ky kor, i cili është shumë i rëndësishëm, është kjo orkestër, ku mendoj që ka shumë elementi nga ky kor që e kanë prekur Gaço në skenë. Unë e njoh që kur kam qenë shumë e vogël, kishim në ato vite njerëzit nuk takoheshin nëpër kafene apo nëpër restorante, takoheshin në shtëpi. Dhe e di që ai shpeshherë vinte në shtëpinë tonë bashkë me bashkëshorten, bashkë me djalin, dhe kemi pasur një marrëdhënie shumë të dashur. Liza ishte një njerëz shumë i këndshëm, shumë allegro, dhe për një fëmijë të vogël si unë dukeshte diçka shumë e këndshme marrëdhënia me to. Ruaj kujtime shumë të bukura të cilat ndonjëherë të bëjnë të mendohesh, ndoshta të mallëngjehesh për arsye se nuk i ke më. Megjithatë gjithmonë kujtimet janë të lidhura edhe me gjyshin. Sepse nga që ata ishin shumë shok, shumë miq bashkë, dhe unë i shikoj gjithmonë si dy njerëz të pandarë. Cili është urimi juaj në këtë përvjetor të ditëlindjes? Unë do ta uroja edhe 100 vite sa më të lumtura. Jam shumë e lumtur që ai është mes nesh, që po feston këtë 80 vjetor, dhe që do jetë atë natë dhe me gjithë shpirt neve do këndojmë dhe do realizojmë veprat më të bukura që ai të kënaqet.
tenori mrekullueshëm që besoj në Shqipëri nuk i kthehet më. Shqipërisë nuk i kthehet më. Për mua është edhe prind. Kam kujtime jashtëzakonisht të bukura për profen dhe po të them që më ka hapur dritaren e jetës. Nëse unë kam ardhur deri në këtë stad, po të them që është një mbështetje e familjes Çako dhe sidomos e profesorit, po edhe Luizës. Do të Castillo është momenti i dur për të ndoshta për të ndarë dhe miq tan disa nga kujtimet që keni me profesorin, disa nga më pikantet që ju kanë ngelur në mendje. Një ndër ato që të paktën mu më ka ngelur në zemër, nuk po them shtysën që më ka dhënë për të qenë direkt sa mbarova Akademinë e Arteve, unë u emërova solist në Teatrin e Operës, kjo në 89-ën, 84-88 kam mbaruar, në 89-ën u emërova solist direkt mbas. Po të them këtë që një event i bukur në 63-shin, Profja ka pas premierën e Operës Peshkatarët e Perlave, kurse ne e kemi mbrojtur diplomën, se ishte një kurs shumë i mirë me zëra shumë të bukur, me aktin me skena nga opera Madame Butterfly, ku edhe Profja, si me thënë, unë kam lindur në 63-shin, kur edhe Profja ka kënduar, kur kam lindur unë, profesori ka pas premierën e operës Peshkatarët e Perlave 63-shin, kështu që mbas ishte një event shumë i bukur. Po në 88-ën unë kam kënduar rolin e Pinkertonit, që po të them që ishte një ndër rolet e para. Pastaj vazhduam me Nadirin, me Dodën, me Almavive, Alfredo, por të gjithë kjo, si me thënë, gjithë kjo karrierë, unë nuk mund isha dot në qoftë se nuk do të kisha mbështetjen e profesor Gaqos. Zotë Nikolin, përpara se të flasim për programin e sotëm, 2 fjalë për Gaço Çakon. Gaço Çako është në radhë parë është profesori janë, edhe profesori i gjithë atyre që studion, interpretuan skenë në drejtimin e tij, si nga ana vokale edhe nga ana interpretimin skenik. Është një mjeshtër i papërsëritshëm. Dhe këtë nuk e them për me që është 80 vjetor i Gaqos, po se është e vërtet. Gaqo mas 26 vjetësh që u largua nga opera në pension, arriti nivele dhe standardet e tilla që akoma dhe sot e kësaj dite, me gjithë të mungesë për 26 vjetësh, as kur kush nuk e ka arritur majën e Gaço Çakos. Sigurisht që Gaço iku në pension, po Gaço është midisnesh, është midisnesh me veprën e tij, është midisnesh me tërë trashëgiminë e tij artistike dhe me modestinë e tij. Prandaj ylli i tij shndrit shumë më tepër se sa shumë yje të tjerë falco. Cili është urimi? Urimi është që në përgjithësi profesori bën një jetë shumë të shëndetshme dhe që si duket do të jetë jetë gjatë, edhe uroj që t'i festojmë 90 vjetorin në Teatrin e Operës. Cilat do jenë disa nga performancat që do shohim sonte? Sigurisht është një program që kryesisht është interpretuar nga maestro Gaço Çako, ku sigurisht janë këngëtarët më të nëzë të operës, më të mirë, këngëtarët kryesor, edhe ish student të tij që performojnë sonde në skenë, kori, gjithashtu e tjere. Dhe ne kemi zgjedh për të vendosur në skenë skeografinë e operës Traviata, që kam vënë në 2002-shin, shfaqjen e cilën Gaço ishte zoti i skenës. Ishte në mëgjepse të gjithëve me interpretimin e tij dhe unë e di që kjo është një shfaqje shumë e dashur për të, kjo Bohema, Berberi Siviljes, Kavalleria Rusticana e shumë shfaqje tjera. Dhe qëllimisht e vore këtë sepse kjo është skenografia e aktit parë të Traviatës, një Traviata klasike, që është një ditë feste. Është një ditë feste dhe kjo është mjeti më i mirë për ta shndruar në një festë këtë.